Ditët e vapës së madhe po vijnë. Temperatura do të arrijë deri në 40 gradë Celsius në ditët në vijim, sipas parashikimit të Institutit të Gjeoshkencave. Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile, bazuar në këto të dhëna, u bën thirrje qytetarëve të tregojnë kujdes të shtuar, veçanërisht të moshuarit dhe personat me probleme shëndetësore. Mjekët këshillojnë këta të fundit të qëndrojnë në ambiente të freskëta, të shmangin lëvizjet në orët e pikut të vapës dhe të konsumojnë lëngje dhe ushqime të freskëta. Temperatura deri në 40 gradë gjithashtu rrisin ndjeshëm rrezikun e zjarreve. Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile, bazuar në këto të dhëna, u kërkon qytetarëve të tregojnë kujdes me përdorimin e zjarrit në ambiente të hapura. Në orët e fundit në vend u regjistruan 7 vatra zjarresh, nga të cilat 2 mbeten ende aktive sipas të dhënave nga Qendra Kombëtare Operacionale e Emergjencave Civile. Në Bashkinë Imar vijon zjarri në afërsi të fshatit Kudhës, kundër hyrja është e vështirë për shkak të terrenit të vështirë. Forcat zjarrfikëse po punojnë me mjete rrethanore, ndërsa nuk paraqitet rrezik për zonën e banuar. Aktiv mbetet dhe zjarri në vend grumbullimin e mbetjeve urbane në Kukës.